Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut, Zotit Gjithësisë. Ata e adhurojmë, ata e falënderojmë. Prej atij e kërkojmë ndihmën. Wa alaikum salam. E falënderojmë që na drejtoi, na udhëzoi në rrugën e drejtë, në atë rrugë në cilën Allahu është I kënaqur. E falënderojmë që na bashkoi në këtë ditë xumaje. E falënderojmë që po na I lën jetët tona. E qofshin jeta inshallah që na çojë drejt xhenetit. E falënderojmë që po na jep rastin të adhurojmë Allahun sa më shumë. E falënderojmë që po na jep rastin të kërkojmë edhe falje Zotit që ne kërkojmë. Se kemi nevojë për faljen e Allahut, për mëshirën e Allahut. Dhe fundi I gjithë neve do të jetë mëshira e Zotit. Do të thonë, me mëshirën e Allahut do hyjmë në xhenet. Mëshira e Allahut do na lojë ne që të mos shkojmë në xhenem. Inshallah të na I pranojë Zoti Xhelel Xhelaluhu. Na tregon një shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili thotë, më ka parasitur thotë I dashurin, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ti jemi sinqer, si në veprat e mqefta, edhe në veprat e shiqare, ato të dukshme. Shohet që në këtë hadith kemi dy variante, apo dy drejtime. Drejtimi I parë, ti jemi sinqert në veprat e mqefta, në adhurimet e fshehta. Shumë vepra që I kryejmë njeriu, po të jeni sinqert. Edhe shohim ne tek njeriu që normalisht është I sinqert kur është vetëm. Natën, pa pranimin e njerëzve. Shohim që është shumë I sinqert, shumë I rregullt njeriu. Dhe kjo është gjë e mirë, gjë e madhe. Allahu Xhelel Xhelaluhu e don atë njeri që pra falet fshehtës, agjeron fshehtës, jep sadaka fshehtës. Krye shumë vepra tjera, I ndihmon njerëzit fshehtës. Kjo është shumë e mirë tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Bile do vjen një moment që këtij njeriu Allahu Xhelel Xhelaluhu t'i thotë Wa alaikum salam. Këtij njeriu Allahu Xhelel Xhelaluhu t'i thotë, shive, ishe nga ata Selam aleikum. Wa alaikum salam. Që adhurove Allahun fshehtës futur në xhenet. Alhamdulillah. Në kjo mëndë është nuk është me dhugarinë tonë. Fshehtës futur në xhenet. I thotë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Fshehtës I ke kryer këto vepra. Domethënë duke I sinqert, duke qenë I sinqert me Allahun, edhe me punët e tuaja, futur në xhenet fshehtës. Edhe do e shohin disa njerëz aty. Po ti unë ishe nga ata që ishe I sinqert në veprat e mia kur I kam kryer fshehtës. Edhe nga më të mirët, pra thamë, kur njeriu çohet natën, apo e ndihmon një njeri dhe se dikush në botë. Ja. Për hir të Zotit e ndihmon, edhe s'dinës një njeri. Edhe shoku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu mëshiroft, thotë që më porositi që ti jemi sinqert në ato vepra që I kryejmë çeftës. Edhe kjo është pak e lehtë. Edhe kjo ndihmon shumë robin. Kur krye vepra fshehtës me sinqeritet lartë. Se aty ku ngatrohet çështja o vëllezër, tek pjesa e dytë. Që I dashuri im të mordroj që të kryej veprat me sinqeritet edhe arshëqare.
Këto më problemi. Se natën për shembull alhamdulillah, apo një vepër që e ke nda menen me kryej fshetas, nuk mund ta prekin këto smunjet e dukjes, smunjet e papjes, janë të rrezikshme. Këto të qesin pa pjesë. Pra të kryesh një vepër që të shohin njerëzit, apo tek sinqeriteti të bëjsh pjesë edhe njerëzit. Po, unë për Allahun pa e kryej, po, edhe me foli fjalë mirë për mua, do mirë, me ndihmu pak, me ndihmu pak ke sinqeriteti, ke zemra ime kjo. Problemi i madh. Këta, të gjitha këto lloj veprash janë zero. I ke shkrumbu vetë, i ke qu vetë në zero, nëse përzi edhe i pjesë tjetër, në sinqeritet. I bëj pra Allahun, po, qef kam edhe të përfolem pak kështu, tek njerëzit, ja, abim ja. Vëllaj del pas i zënë. E zakonisht, kur i kryjmë vepra të shqyqare, dojnë borni. Për shembull, po flasim për namazin që vem xhami për ditë xumajën. Deri aty ke qenë rahat, gjatë rrugës, në shtëpi, kur je bën gati, kur ke ndru rrobat, je la, je bën gati, je pastru, edhe je nis. Se s'pa e dikush herë, ku e të shku. Vje këtu në xhami më rëndë. Allahu në rëjë. Këtu më të preke e smunja e dukjes. Ku është reshti para, ma pas e zonë. Se unë jam gjithmoni ati do reshti para. Ky mendim nuk do t'jetë në zemër. Shko gjithë jetën falët e reshti para. Por, mos mendosh të shive që ka thonë për mu. Këj ka shkatru njerëzit. Qa po thonë njerëzit për të. Qërë mendojnë njerëzit për të, këj ka shkatru për dynjo dhe për ahiret. Për ahiret del pa zonë. Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 persona thot do merren zvarr në xhenem. Do i tërheqin thot zvarr, do të thonë me ftëra në përprosh xhenem. Çka keni bën? Njëri do jetë hoxha i xhamatit. Çka ke bën i thonë atë xhamati vetë, se e shohin atë masiklet. Zvarr. Dhe më thonë, kjo të rënja fitëra në përprosh xhenemin. Çka ke bën, më të ke qenë burimi. Na ke folë gjithë jetën aty. Pse e ti të përfundosh kështu? A i thotë me gjithë mërën, kom folë. Po kisha qenë pak mundu. Më përqio në mo pak ajo me në mazirë. Allahu Gjellegjerë i thotë me lekëve, këta më s'ma bini do. Ta qonje ta morë shpërblimin për ata që ka pas njetin ati që e ka presh këtu. Se për të fillu me sinceritet e filloj gjithë. Për Allah. Rrugës, sa njerëzve ju ka presh sinceritet i gjatë rrugës. Edhe qonim gjenëm. Ka qenë hoxhe, ka qenë, po ke pas me një masi, ke pas doke këtu për gjëmanin. Allahu Gjellegjerë dhe të hishë pas ma bini këtu. Zvarë qonje. E njohin gjëmati vetë gjithë. Allahu në rëve. Allahu në rëve. Pra, jo vetëm për hoxhen, pa edhe gjëmati, vlezër. Me qenë sinqerë në këto që dopa, në keni përazër. I dyti dhe, është personi i cili ka ra në fushë betejës ati. Në fushë betejës do të thotë bish për nderin e muslimanëve, për pasurinë e muslimanëve, për shtëpijet e muslimanëve, për gratë e muslimanëve, për borrat e muslimanëve, për shtëpitë e muslimanëve, të bish ati. Shehid. Miro se kontroli apo peshori Allahu Gjellegjerë, apo shikimi Allahu, apo
ditoria e Zotit në zemrat e njerëzit është e fortë, nuk mos si dimne. Na e shohim mashallah i mirë këto. Ky shehid në xhenet. Po del me probleme ka smuni mërën. Nëse kemi pas smuni. Ajo ka fnejt ati, aqi më qeft, aqi rëzikshme, sa që vetëm a i vetë mund të dëlloj, nëse dëlloj, ke njoni tjetër. Edhe ke pas dashuri, dhëtë për Allah, ke ra për herë Zotit, për edhe pak për njerëzit. Mirë ishte të më këshin shkoj të emrin ati, të më këshin bojnë lapidarën, mirë ishte pak. Filoni, e ke pas në këtë dashuri. Po duhet 100% që ta shkruaj Allahu emrin. Jo njerëzit. Njerëzit e pa, qereshe, ama kjo tjetër atë shi, ti jeti libra pas të fatë që të shkruaj për mundi. Kjo është shumë e rrezikshme, me bë me flenjtë, sa të pak ke zemrën e robit, kjo të presh punë. Presh njetin. Ta presh sinceritetin, se përzihet. Po përzihet dhe në bazon. Pra aq që kujdesshme është, aq që frekshme është për të ruajtur prej kësaj. Sepse nuk të dohet. Vazhdo. A di që ke bëndi? Ti ke ndërtohë një xhami. Ti ke shpëtohë gjithë muslimanët. Vazhdo. Ajo që ke bëndi se ka bëndi se njëri. Flek të ke veshi, për shpëriti malbuhen. Të s'ke asnit në gjashën të të tim xhamin. I vetë me të jeti. I vetë me të jeti më lajtë, për të në kudoj që ke bën nomin. Këtu ke për shpëriti ka pak. A thonë që me ndojnë për mu. Po, kjo ishte për ahiret. Ama për të njëmë, që me ndojnë njerëzit për të vetë, në qofë se të jeto me këtë mendim, unë po të tregoj që për ahiret më marrë qërtis, që të nëzori bërë. Për në për të njënë të zirë bërë se a thë po flasin keqen, po pëshajnë. Gjdo loj vepre, gjdo loj shpenzimi që te e ke bon për herë Zotit, ata të ta marrin në përgojtë. Për ke lanë nëmërë, se e ke lanë vërë në parë regullohë, në babës apo të nëzë. A i shefët që kanë bërë shokë që i ke atë përret? Thurë, për mu më flasin të shumë. 5 kg mish uje peshe dhe. Shpejt në dhe ati, një 3-4.000 euro, e në parazuar më shokë. Fikin do? Fikin. Ku e ke ble trikët të filan me pajarma, trikë jo dhe as me mshi makinë në qimentë në vërshë. Shtrejnë të mësh. Këmish, lashkat. Ku e pi kafën dhe? Ku e bëndas më dhe? 250 euro kështë e shkuj qift mi lokale dhe. Edhe më tha, edhe i kishin shku kërkesa, tha, sa që nuk jenë dilte me bëjnë lokal tjetër bravo. Kjo të shkatrat është një njohë. Le pokarake. Po. Që është në dilek të shi? 250 euro i qift. Me 250 euro, më dhe them ju, një dele, do të keti njëri për para. Të pjekme, rreth 25 kg mish, të pjek, do të keti njëri për para, kur të pagujët e 250 euro. Janë 5 kg spesa, 5 damate, janë 2 kg pjavë, një mërë se dohen shumë, nuk imaginohet. Pra kur të pagujët 250 euro. Me gjithë se kanë fut në shejtonin atë që të bukush në këngëtarin. Të shkoj t'i boj përshimet atje, në Hong Kong. Ka i kalot e pësin atje thot me i kina të përjafshme, të përvjeqme. Sa shkoni thot 2 herë në vjetë, po si? 5 herë në vjetë shkoj. Sepse, ka një teja të mendohë se qërë thonë për mu.
ju betohem Zotin lek bërsh, mi 50 milion, 60 milion i ka bërsh. Personi, kur e shofe kishtë ndërkohë vorin, e nënës vetë. Thash parë që kishtë qohë ca lek ati. Mas të më shahen mëra. Kush më shahen? A i më njëna që jetu thonë. Leja heret në këti ka kre, mëroj punë. Po shkotrove në dynja, me lek bërsh, të shku të ndërtohet ati. Qarë tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam? Tha mordroj, tha i dashërim, ti eshi sinqerë në veprat e dukshme, edhe në veprat e pa dukshme. Thash me ato të pa dukshme, thash pak me lehtë. Mare hati të përqosh notën për të falë, ose kur ka dëmë menën për t'i banë pamirësi i personi, shko ti të t'i ke shprejër, ja panat mirësinë e i, dhe s'di gjasin. Motë është e ditë, do të me qeni sëjë. Po të ndryshun, dole pa pjesë. Të humi të njoja, po të humi në akireti. Kështë po të humi të njoja gjimë zë keqës. Po pa të humi në akireti, kjo është e keqë të manë. Për gjithmonë në zërë gjëhenemi. Edhe i treti ishte bashkë personi cili që bë mirësi për të dukë kë njerëzit. E Allah, më vërë. Këj i ka shkatru dhe dyja. Të dyja. Unë s'pa them gjani, edhe për Zotin e rrujë shala, nga kjo s'moni e shumë razikshme. Edhe në bon Zotin ashtu si kur tha shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah me shrof të mudherin, i cili thamë për osetit dhe i dashurim, jemi sinqertë në veprat e dukshme edhe në veprat e pa dukshme. Ja Rabbi kështu në bon Zotin edhe në. Amen.